Skuadra sapo bie në zjarrin e armëve të këmbësërisë armikut, gjithmonë me vrap, kalon në formacionin e shkoqur me grupe luftimit vendosura zigzag në largësi që një predh artillerie të mos dëmtoj një herësh dy grupe. Skuadra përpunon kërcimin e menjëhershëm. Përpara se të fillojë përpunimin e mënyrave të tjera të lëvizjes, komandanti mbledh skuadrën dhe me mjete rrethanore me kleçka tregon mënyrën e lëvizjes së grupeve, duke shpjeguar që grupet kërcejnë me vrap nga një pozicion në tjetrin, një herë një grup dhe pastaj tjetri. Nuk hidhet në kërcim një grup pa mbaruar kërcimin grupi që është hedhur më parë, kurse grupi që ka bërë kërcimin më parë të mos hidhet në kërcimin e ri pa mbaruar kërcimin grupi që vjen më pas. Efektive e kupton shpjegimin e thjesht praktik që bën komandanti i skuadrës. Skuadra përpunon daljen me grupe nga baza e nisjes dhe mënyrën e kërcimeve në terren të maskuar, në terren fushor dhe të zbuluar. Rënja është element i rëndësishëm në fushën e luftimit, që duhet kryer me shpejtësi për të mos i dhënë armikut mundësi të shënojë, për të zvogluar në momentin e caktuar figurën dhe për të hapur zjarr të përpikt mbi armikun. Gjatë veprimeve vëren që ushtarë të veçantë, rënien e bëjnë me mungesa dhe nuk shfrytëzojnë vetit maskuese mbrojtëse të terrenit. Zvarritjet i kryejnë me mungesa. Për përmirësimin e mungesave të vrejtura, mblidhet skuadra, kritikohen ushtarët që kanë vepruar gabim. Komandanti tregon praktikisht kërcimet dhe zvarritjet. Gjatë lëvizjes duhet të veproj me shpejtësinë më të madhe, të lëvizim zigzag dhe me trup të përkullur, të shfrytëzojmë kanale dhe objekte tjera mbrojtëse e maskuese, sepse këto element ndikojnë në paksimin e humbjeve tona në fushën e luftimit. Rënja barkas bëhet kështu. Hidhet këmba e djathtë përpara anash dhe duke u mbështetur mbi parakrahun e dorës së majt me shpejtësi, bihet barkas gati për luftim. Zvarritja barkas zakonisht përdoret në terren të zbuluar dhe siguron afrimin e fshehtë në objektin e armikut. Zvarritja në brinj përdoret për transportimin e armatimit kolektiv, e municionit, transportimin e të plagosurve në terren të zbuluar ose gjysmë të maskuar. Skuadra përpunon në praktik veprimet që tregoi komandanti.
Përsëri vëren ushtarë të veçantë që nuk i kryen plotësisht drejt veprimet praktike, gjë që tregon se këto veprime janë përpunuar me mungesa në mësimet e mëpashme. Komandanti, duke njohur gjendjen, ndihmon efektivin për të bërë korrigjimet e nevojshme në lëvizje direkt në fushën e stërvitjes. Zvarritjet ndikojnë në zvoglimin e figurës së ushtarit në fushën e luftimit e përjedhim në paksimin e dëmtimit të forcave tona. Simbas terrenit, skuadra përpunon me gjallëri e dinamizëm llojet e zvarritjeve.